Do të flasim për gjëra të bukura, për anën pozitive, për sfidat, për mbështetjen e një ndër sporteve, do të thoja që shekullin e fundit apo shekullin, vitet e fundit është bërë shumë aktiv, mirë po është një gërshetim i disa sporteve dhe disiplinave të ndryshme, të cilat me të vërtetë sot po japin një sukses mjaft të madh. Sot kemi një personazh në studio që qëndron pas një organizimi, pikërisht nga kryesia e Federatës së Kickboksit të Kosovës, një figurë kyçe në zhvillimin e këtij sporti në vend. Zotërim Fatmir Makolli, faleminderit shumë që u zgjuat së bashku me ne dhe që morët rrugën dhe që na nderuat me prezencën tuaj. Faleminderit juve për realizimin e kësaj interviste dhe sparje ju kisha përshëndet ju Valbon edhe Ditran për këtë mundësi që ma këne dhënë për me shpaljost pak sportin. Ne pa jo jemi asgjë. Sigurisht që është kënaqësi reciproke, se po mundohemi që shumicën e temave që i kemi këtu, apo i kemi të theksuar, apo nuk kanë theks, mundohemi që kudo qofshin ato rreth rrotull, që vëmë një theks për të vëdisuar shoqërinë tonë, të cilët mbase e dinë se ekziston si sport në vendin tonë, por nuk ka jehon. Kështu që kemi vendosur që kemi ju si kryetari i Federatës së Kickboksit të Kosovës të jeni prezent këtu në studion tonë. Por fillimisht përpara se të kalojmë tek kickboksi, unë do doja të diskutojmë në lidhje me temën që patëm për sot. Pra tema është dhuna. Dhuna që po shikojmë të jashtëzakonshme si në Kosovë, në Shqipëri, në Maqedoni, po shikojmë bullizime të ndryshme tek fëmijët, të cilët po bëjmë presione, dhunime, pedofili, dhune në familje, të shumta. Dhe tema e sotme ishte, a trashëgohet dhuna nga një brez në brezin tjetër? Si e mendoni ju? Pa ma mërmendja dhe besoj që kjo është një trashëgimi, 100% ka lidhje me trashëgimi të prindve, besoj edhe të parëve, se unë kisha dash me thonë që për ata është mirë që rinin tonë, fëmin tonë të orientojmë sa më shumë në sport dhe atë negativitetin të shfrazin në sport. Jo që të bëhen dhunshëm në rrugë kështu, se vetë sporti të edukan dhe nuk lejon që më bëti i dhunshëm në jetën e përditshme, që ashtë në shkollë, që pa marrë parasysh ku je. Do të thonë, më mirë është të kanalizohet në një lloj sporti, të ballafaqohet me atë që duhet dhe për ta nxjerrë atë të keqin, sepse të reflektoj atje ku s'duhet sigurisht. Po ma mërmenja që po flas për Kosovë, mund me ndohet që edhe lufta kalon trauma shumë të mëdha dhe ma mërmenja që edhe kjo i ka traumat, pasojat e veta. Ato traumat, ato pasojat e veta se dihet që kanë përjetuar populli jonë, edhe për ata ma mërmenja që u mbet pak edhe si... Ne shumë shpesh në studion tonë kemi biseduar edhe për traumat e ndryshme që ndodhen, pikërisht edhe trauma më e freskët, sepse unë e mohoj me thonë faktin që lufta ka ndodhur shumë vite më parë. Jo, lufta është shumë e freskët, edhe pse unë për shembull kam qenë fëmijë, e kam përjetuar dhe kam ashtu imazhe të luftës, e sidomos gjenerata pak më e madhe son që kanë përjetuar edhe që kanë kaluar vështirësi shumë të mëdha. Për të kaluar pak të sporti, kickboksi të paktën në troje tona është një sport pak më i ri, do të thoja kështu. Që jemi mësuar nga sportet e zakonshme, është futbolli, është... Po i kemi disa sporte më tradicionale, karateja që ka qenë... Po gjithmonë ka qenë dhe vazhdon. Por kickboksi, edhe për mua viteve të kaluara, ka qenë një sport që është mjaft interesant, është një që thamë edhe parë gërshetim i disa sporteve. Unë dua njerë fillimisht të filloj me juve, si ka filluar për juve ky rrugtim, në cilën moshë keni zbuluar që jeni të apasionuar pas... Apo keni filluar me një lloj sporti tjetër dhe pastaj keni avancuar në kickbox? Unë filluar të ushtroj karate, dhe jam mirë një kohë shumë gjatë me karate, tash pe kaloj pak modestin, kom qenë shumë herë kampioni Kosovës, kom pas shumë tituj që janë kanë shumë të rëndësishëm për karrierën temë dhe besoj unë aty ku mujtë e kom dhonë edhe atë ndihmën temë, atë kontributin temë të sportit, kom qenë përfaqësuesi i reprezentacionit të karates të Kosovës, po flas para luftës, në atë kohë kom shumë vështirë më mirë me sportet luftarake, sidomos me karate me këto, se dihet që sporti karate, sportet luftarake e kanë penguar edhe regjimin në atë kohë, se e kanë ditë që sporti karates është më i shkallë, pa marrë parasysh çdo sport e ka pengu, po karatja dhe kickboksi e kanë pengu më shumë. Pastaj kom dalë paralelisht kom servit edhe kickboks. Po shikojmë disa fotografi këtu nga Brava me Aziz Aliu. Aziz Aliu në kom pas trajner,
Trajner. Po, me Aziz Aliu më ka lidh shumë sporti, edhe kom pas trajner, edhe ka qenë Aziz Aliu ndër themeluesit e kickboxing në Kosovë, që e ka pru i pari kickboxing në Kosovë. Edhe pse boksier? Po, e ka pru kickboxing. Ka pas mesit e pari, ka pas Aziz Aliu në kickbox. Edhe një disiplinë full kontakt. Edhe unë pastaj kom kalu të kickboxi, ku më ka po Aziz Aliu dhe ka po që unë mund t'i bësh të kom pas talent edhe kom fillu rrugtimin të me Azizën. Unë për herë por kom majtë meq në Tetov, vitin 1993, për titull kampionit Evropës në profesionalizëm, ku e kom pas një kundërshtar bulgar. Kickbox. Po, kickbox, në stadiumin e Tetovës, ku kanë qenë 70.000 shikus. Po në atë kohë ka qenë shumë vështirë, veç me përmen Republikën e Kosovës. Jo me përmen të pavarësinë e Kosovës. Në pushtimin sërb. Po, na me Azizi ka sakrifiku, ka rreziku që neve të na qenë sa më para në sport në arenën ndërkombëtare dhe ka rreziku edhe Azizi ka pas edhe kanosje për regjimit që mos e prezantoi Kosovën në arenën ndërkombëtare. Besoj që Azizi unë e falenderoj publikisht që veç harin e kom pasën Saliu dhe jo me njës gjithmonë. Po, ne dim që ka qenë, në fakt të shesh në moshë të thyer, mendoj në moshë të thyer, jo, por vazhdon të shijon pensionimin, edhe pse ka lënë gjurmë të thella, gjurmë të shumta në boksit, konkretisht në sportin e boksit, ka qenë edhe disa herë i nominuar disa çmime në Olimpiade, në Moskva, po? Ka patur vendin po në lojrat olimpike. Ka patur shumë sportistë interesant nga Shkupi, të cilët kanë qenë Aziz Aliu, Shaban Tërstena, Shaban Sidiu, e të tjerë, të cilët janë marrë me sportet luftarake në përgjithësi. Po më thuaj, cila është për sukses më të mirë? Të fillohet nga karateja për të kaluar në kickbox, apo nga boksi për të kombinuar me karaten për të qenë me i suksesshëm në kickbox? Dhe shta pak më rikthehemi karatja më këthy, mos të jasë bërë që une kam shumë mes këtu në Macedoni, që kanë klubet karates, e kam një mek shumë të madhe të mirë, e kam Tetov Besnik Murati, profesor Besnik Murati, si fëmi e majnë men kër kom qenë seminare në orë, me karate, dhe aty e kom njoftë Besnikën edhe kom njoftë klubin Shkendia, ka qenë shumë i suksesshëm në atë kohë, kam gostivar, meq, kam gjithë kanë për Macedoni, shqiptar, është në Struge kam Sheferi që edhe ato kam shaka e kom pas bashkëpunëtor, kena është stërvit bashkë në Prishtinë, dhe i përshëndes ku janë, dhe jam i lumtur që shpesh herë i shoh rezultatet e tyre, i përcjellë. Sigurisht që jeni marrur shpesh herë në ndeshje. A ka pas në një moment që keni thënë, do ta lë këtë sport? Jo, nuk unë, është adi që është sporti. Me fillu një vetë, me më servit, një vetë, nuk më nështë me lanë më sportin. Se infektohesh, sporti është infektim. Që kërkon sfida më të shumë, më të shpesh. Edhe me dasht me lanë në sportin nuk të le. Nuk më nështë me lanë, une ka ndodhë e kom lanë. Mas 5 muje më ka ardhë vetë, trupi ma ka kërkue edhe më ka duh me dalë me servit, se e kërkan trupi vetë. Dhe të fatmir, për cilës mosh keni fillu të mirin me karatin? Unë e kom fillu për moshës 9 vjeqare. 9 vjeqare. 9 vjeqare. Mirë, po më falë. Do të 9 vjeqare keni nisur? Po, kom nisë. Sigurisht stimulimet kanë qenë, të ta quajmë filmat e dikurshëm. Po, unë e kom marrë për feminis, e kom marrë për filmat Bruce Lee, që atëherë në kom shumë aktual. Sepse gjithmonë kemi pas referenca. Deshta, unë e kom pas vëllavë mas pari trener, tash është i ndjerë, hapat e pari kom marrë për i vëllavë tem, për cilët kom marrë shumë njëvëri dhe për mua a i ka qenë mbi të gjitha dhe fala tina jam sot këmë. Të ka motivu edhe me u marrë me një sport të cilën... Po se kom pas shpe dhe pas qare mu ka deshtë, me servit. Mu duhet partner. Po, hajde që po. Vem pasyrës, dhe kështu që fillon... Ku qëndron Kosova me kickboxin? Ta është që mund është ta është më... është bërë një federat, do më të është në federat, në nombrellën e Ministrisë të Sportit. Interesimi, sfidat... Po të thonë drejten, unë jam që një 3 mandate, jam kryetari Federatës kickboxit Kosovës. Unë kom përcjell shumë gjenerata dhe kickboxera në Kosovë, ku kemi edhe shumë suksese në arenën ndërkombëtare, kemi 9 kampion të Evropës, por jo njërë, kemi përse njërë vendin e tretë, ku botërore, kemi shumë suksese dhe
Jënë da kickboksera shumë të njoftën tash që kanë ndarë në kamioni zone dhe besoj që këta me një punë dhe me një përkushtim edhe trajnera atyre në për klubet e tyre, këta po vinë shpreh dhe do të kenë suksese në ndarmën. Urojmë që të ndodhë sa më shpesh, edhe urojmë që të lartësohet edhe siç ishte edhe në karate Majlinda. Po, në judo. Po, se thash karateiste, po. Judo mori një hovë të madhe pikërisht brej famës që unë mendoj që dhanë vetë këta sportistë. Ndoshta judo nuk ka qenë një ndër sportet e famshme, po absolutisht ka qenë, por ja që mori, po, sigurisht. Jam e bindur që edhe kickboksi, edhe pse kickboksi është shumë i kërkuar, unë mendoj që nga meshkujt, më së shumti. Jo, e potencuat edhe në fillim është që sporti kickboksit është mjaft atraktiv. Po. Dhe dita ditës ka shikueshmëri shumë të madhe. E vërtet. Si në botë, si në Evropë, ma mërmenja në kohën e funit, tashti edhe shumë femna po mirën me kickboks. Se është sport i shëndetshëm, është kur gjo Moskov për trup tonën është i mirë dhe besoj që edhe tashti edhe njerëzit e kanë studiu që është sport i mirë. Unë e kom pa shumë bukuroshe, shumë misa që mirë me kickboks. Unë përmenda pak më parë aktorët dhe modelet shumë më famë. Kickboks është pjesë e rutinës të tyre, do më thonë për mirëmbajtjen e dukjes të tyre, por shumë e vërtet. Edhe besoj që kjo dita ditës, kjo veç ka më bo sport më i fort. Kjo ka një sfidë sporti kickboksit që në tarmën është duke bo shumë që të bëhet sport olimpik. Aha, mund të futet si një ndër... Po, se tashtë Komiteti Olimpik Ndërkombëtar e njeh si sport kickboxing. Dhe tek atëherë mund të ketë shikueshmërinë më të madhe, më besoj. Të ketë shikueshmëri edhe më të madhe, po mund mendohet për çat shkak e merr edhe hyn në Komitetin Olimpik, se është ka shikueshmëri të madhe. Sportet që s'kan shikueshmëri, smirët nuk është me to. Po tërhiqet vëmendja. Tash do ta bëj një pyetje për të gjithë ata që ndoshta nuk kanë shumë njohuri, sepse unë kam ndjek disa gara të ndryshme botërore, e kam pasi sport, po ta theksojmë zotri Fatmir dallimin mes boksit dhe kickboksit. Sepse dinë që kickboksi është një disiplinë pak më e lirë, të them kështu. Rregullat pak me duar edhe me këmbë. Qëre, lejon disa kickboksi i ka marrë disa elemente për karates. Pa që në karates nuk e mujti mu bo kickbokser. Dhe nduket që është në vitin 1975 ja ka fillu kështë... Ka fillu kombinimi i e kanë kombinu, u konë mas pari disiplina full kontakt. Nuk ka pos goditje poshtë, ka pos veç për i belit e nalë. Ta është ka elementet karates në kickboks, që nuk bën pa ato, pa i pas ato elemente, nuk mundesh me konë kickbokseri mirë. Sa i përket boksit, ajo po dihet, boksi ka dallim se boksi është vetëm me dur. Po. Edhe boksi ka 3 elemente. 3 goditje ka. E ka direkt, e ka aprekat, e ka kroshe. Edhe tjera nuk ka. Në kickboks ka elemente shumë, ka me kam, ka me dur, ka kombinime, si karate. Kërkon një zgjuarsi të shumë për t'i paraprit situatave të ndryshme. Kickboksi është sport i rëndë. Edhe i shpejt. Dhe shkur se kupton. Është shumë sport i rëndë dhe me kickboks nuk mundesh më mirë pa pregadit. Mundesh me itin në mes në ring pa pregadit, pa koni pregaditën, se pësa në keq edhe del me pasoja pe ringut. Nuk e kuptoj njerëzit se kickboksi, fëmi nuk i drejti mi shtin kickboks. Ka një moshë saktuar që mund të... Generatat e reja që janë, ato janë, i kanë pot fight, ka kick light, ka light contact, janë sportet, vetë emnit ka dhënë që janë të leta. Jo të kickbox me shti, fëmin 11 vjeçar. Po flasim për një sport i cili ndërlidhet me sportet tjera, pikërisht nëse flasim për të fëmijët, duhet të fillojnë me karate, nëse dojnë më vonë të drejtohen. Të zhvillohen në këtë lloj. Tash ka edhe që disiplina point fight. Ka edhe pe fillimit ja fillon me çfarë disiplinë, point fight. Është shumë sport i lehtë, është i mirë, është atraktiv. Unë i shosh shtetet e perëndimit ja kushtojnë shumë çasoj disipline. Se as ka lëndime, është sport tamam kështu. Gjithë trupi është në funksion, kështu që një mënyrë për t'i aktivizuar edhe fëmijët. Unë do doja ta pyesja për federatën, po sigurisht. A keni mbështetje si federatë? Sfidat më të mëdha që i keni, që hasni kohëve të fundit, sepse duke e ditur që keni paksa probleme politike në Kosovë, fatkeqësisht, më intereson sigurisht që sportet pa financa është shumë e vështirë që të realizohet. A keni mbështetje? Financat, institucionet, mentalitetin në përgjithësi, a pranojnë? Po i bëj një farë rezume, kur kom qenë në sportist, unë asgjë s'kam fitu për sportit. Unë veç, a disha kom fitu për sportit,
Më të mirë, disa herë kemi thënë, janë artistët dhe sportistët miqdashur më të fuqishëm se sa politika. Njerëz të cilët mund të sjellin nga vende të ndryshme medalje, që mund të ofrojnë popullin, që mund të ndryshojnë edhe perceptimin dhe këndvështrimin për një popull, konkretisht nëpërmjet sportit dhe artit. Unë mendoj që nga njerë ku hyn sporti, nuk mund me hy politika. Ku hyn sporti. Edhe pse ka politik ndonjëherë në sport, ka hile. Normal, pa ata nuk mund me dalë ashtu bash me dalë, me thonë që na jena kundër Kosovës. Sa atë dihet. Unë deshta me hi, unë kom qenë nën kryetari i Komitetit Olimpik të Kosovës. Kur është pranuar Komiteti Olimpik i Kosovës, më në anën 2014 unë kom qenë delegacion të Kosovës, që nën kryetari i Komitetit Olimpik. Dhe ajo ngjarje është historike. Dhe do të jetë ajo historike, do të mbetet historike. Sot me hin Komitetin Olimpik Ndërkombëtar janë fotot kur u pranoi Kosova. Dhe ajo është ngjarje shumë e madhe, shumë historike, unë jam punë nderuar që kom qenë aty. Tash kur u pranoi Komiteti Olimpik i Kosovës, ju kanë hapur dyert të gjitha federatave të sporteve të Kosovës. Të gjitha mas Komiteti Olimpik janë licencuar. Janë pranuar ato në federatat përkatëse. Ishte një portë e madhe që u hapë të gjitha sportet. Aja ka qenë porta më e madhe. Shumë e mirë. Unë ndëgjoj kanë njerë do opinista si të sportit, që të një ky ka kontribu jo. Po ishte ky momenti që u bë hapja e madhe. Unë tash nuk e di ashtë këtë momenti, me thonë po pe thëmë, unë kom kërkue që ish presidentin e Komitetit Olimpik Ndërkombëtar Thomas Bach, t'ja ngritëm një shtatore në Prishtinë. Sepse ka kontribuar, na ka hapur rrugë. Ajo është që as politik nuk ka mujt. A ka mujt Kosova më pranu në UNESCO? Jo. Komiteti Olimpik ka qenë ndër ngjarjet kryesore që u pranu, edhe departamenti i Amerikan ka folur për Komitetin Olimpik të Kosovës. Një kërkesë shumë legjitime dhe shumë e rëndësishme. Unë kom kërkuar, e kom qenë në Komitet Olimpik, i kom thonë, unë e kërkoj me ngrit një përmendore, bisedon jo me ministrin, me ato organet përkatëse, t'ja ngritëm se e meritan. Gjithë secili e ka mënyrën e luftës së vet. Kur flasim vetë pi 2014 deri sot, që kanë kaluar sa pi 12 vite, vlen potencohet që sporti ka ecë shumë përpara dhe për pak vite sa shumë suksese ka arrit. Sigurisht. Mirë, po mbi të gjitha është një revolucion që ka ndodhur dhe që ka një kërkesë legjitime, do të thoya, dhe shumë njerëzore. Unë kom thonë atë u majt asamblea, kom thonë kështu. Kthehen në vitin 2013. Këtë kryetarët federata, çka jeni sportista, kthehen në vitin 2013, sheqen e vetën ku jeni kanë. Edhe në 2026 ku jeni. Për 2016 kampione olimpike, Majlinda Kelmendi. Unë kom qenë në Rio. Pas vetëm 2 viteve. Mas 2 vita, di çfarë do të thonë, çfarë suksesi i madh kë. Edhe tash të njerëzit dikush kish na njohë se kuptoj kë fort mirë. Ti është problem dhe kë shqiptarët. Po shqiptarët është problem na herë që ky njeri na ka bën neve, na ka bën mirë edhe na ka ngrit sportin, na ka ngrit edhe federata. Shumë. Umet tash s'u kanë ftuar ende. Nashta edhe kanë me punu, kanë me ngrit, po tash të këshiro. Besojm dhe shpresojm. Pasi që jemi në 4 minuta të fundit, por ne ikën kohë shumë shpejt. Para se ta bën drejtoroj edhe pyetjen e fundit, unë do doja të japim pak një këshill, do të thoya kështu, tek të gjitha ata të rit, sepse edhe sot e kemi biseduar shumë edhe dhunën. Unë thash pak më parë që dhuna lejohet vetëm në ring, lejohet me moshën e njëjtë, me këtë peshën e njëjtë, lejohet me gjininë e njëjtë. Domethënë vetëm në ring me disiplinën me të cilën përballesh. Normalisht dhuna në çdo lloj forme tjetër nuk lejohet. Si ti bindim pak të rit që të merren me sport më shumë, pikërisht siç e thatë edhe ju, edhe shkenca e dëshmon që sporti, aktiviteti është shumë i rëndësishëm për akumulimin e energjisë negative të del dhe të harxhohet në vendin e duhur. Si ti shtyn pak të rit pikërisht me kickboxing të merren? Unë mendoj që mas mirë të kish me qenë prindit, arsimtarët, mësuesit, mas me mujt me ndiku të rrjetet sociale, mos me lanë mu kyç shumë rrjetet sociale, se dihet që edhe aty qa shiqojnë fëmija, aty ka dhe dhunë. Bunar i gjanave të dëmshme. Edhe besoj që na duhet në për shkolla, në për këtu, me ja shpjegu sa ma shumë, edhe me orientu, edhe thash edhe ma heret, me orientu fëmin në sport. Që të rinë në sport një orë gjys, ai nuk ka kohë me nejtë më në rrjetet sociale se ka mu lodhë, ka mu flejt,
kam me flajt me kohë, jo me nejt edhe kam me mësuar. Por do doja t'ju pyesja, ku e shihni Kosovën pas 5 viteve në sportin e kickboxit? Sepse kështu ndër tjera e përmendet që mund të jetë edhe sport olimpik, por Unë kisha pas dëshirë dhe unë punoj çdo ditë që ky sport, po flas për Kosovë, për shtet, mendoj që ka vendin ashta në Komitet Olimpik dhe të bëhet sport olimpik dhe besoj se të bëhet sport olimpik. Sportistave ju qilen rrugët, kanë torna më të mira, edhe federatat nacionale kanë fundin për federatës botërore, se kështu edhe ka rregulla më shumë kur të bëhet sport olimpik. Nuk mundet të zonë me shku një garë profesioniste me përdor doping, me përdor mjete stimuluese, kur ka rregulla, kur është sport olimpik, nuk mundet se ai pëzom është komisionit që të zbrit pe ringut të të zëtni, esë për para me, edhe të qënë në kontrol dopingut, edhe aty djetë. Për që ata kickboxi ka shumë federata. Por në mesin e këtyre federatave kanë autorizu një. Ku është Federata e Kickboxit të Kosovës, vako thirët kjo federata botërore, dhe jena të kanalizum tash në veç presum, punojnë ata federata botërore punojnë. Kushtet i kanë, mbështetjen e kanë, urojmë që të ndodhi sa më shpejt. Të vinë në sukseset. Zoti Fatmir, Vesë edhe diçka pata kështu pak si publikisht, unë e kësha përshëndet presidentin dhe kësha falenderu shumë që ma kanë doni që mjem këtë fund vit. Po i shikoni këtu në program. Jo sa smoni, dhe jam mirë njohës edhe më ka bu që mu me dhonë ma shumë kontribut, më ka motivu që në tarmën me kontribu, pa marë parasysh në sport, po në kickbox. Mos u ndalëshin sukseset edhe shëndetin e paqe të Që plotë. dëshiroj jetë të gjatë, të lumtur, me këtë elan, me këtë entuziazm që e keni, dhe besoj që do realizohen gjitha dëshirat tuaja. Unë jam e njësë dhe ndaj të dyve juve, shumë për emisionin dhe faleminderit shumë. Faleminderit shumë.